Shtetet e armatosura me armë bërthamore në botë po rrisin arsenalet e tyre atomike dhe po largohen nga paketat e kontrollit të armëve, duke nisur kështu një epokë të re kërcënimi që i ka dhënë fund dekadave të reduktimit të rezervave që nga lufta e ftohtë, tha një grup i ekspertëve të hënëve, në inventari i përgjithshëm global prej rreth 12.241 kokash bërthamore të vlerësuara në janar të vitit 2025, rreth 9.614 ishin në rezerva ushtarake për përdorim të mundshëm, tha Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve për Paqen i Stockholmit në raportin e tij vjetor, një inventar i përvitshëm i armëve më të rrezikshme në botë. Rreth 2100 nga kokat bërthamore të vendosura mbaheshin një gjendje gatishmërie të lartë operative për raketat balistike, pothuajse të gjitha i përkisnin SBA-s ose Rusisë. SIPRI tha se tensionet globale kanë bërë që 9 shtetet bërthamore, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Kina, India, Pakistani, Korea dhe Veriut dhe Izraeli të planifikojnë të rrisin rezervat e tyre epokës së reduktimit të numrit të armëve bërthamore në botë, e cila kishte zgjatur që nga fundi i luftës së ftohtë, po i vjen fundi, tha SIPRI, se vend të kësaj ne shohim një trend të qartë të rritjes së arsenaleve bërthamore, retorikës bërthamore të mplehur dhe braktisjes së marrëveshjeve të kontrollit të armëve. SIPRI tha se Rusia dhe SBA-ja, cilat së bashku zotrojnë rreth 90% të gjitha armëve bërthamore, i kanë mbajtur madhësitë e kokave të tyre të përdorshme, relativisht të qëndrueshme në vitin 2024, por të dyja po zbatojnë programe të gjera modernizimi që mund të rrisnin madhësinë e arsenaleve të tyre në të ardhmen,